Burri largohet, shoku merr përgjegjësinë. Në një fshat të vogël, mes maleve dhe lugjeve të gjelbëruara, jetonte një familje që njerëzit e njohin si shembull të respektit dhe harmonisë. Burri, Artan, ishte një djalë punëtor, i respektuar nga të gjithë. Ai kishte një grua të bukur dhe të mençur, Elira, dhe një djalë të vogël, Luanin, që kishte vetëm 5 vjet. Por jetës së tyre të qetë i erdhi një kthesë e madhe, kur Artani vendosi të emigrojë në një vend të largët për të kërkuar një të ardhme më të mirë për familjen. Para se të largohej, në darkën e fundit në shtëpinë e tyre të ngrohtë, Artani u ul përballë shokut të tij të ngushtë, besnikut, një njeri që kishte qenë pjesë e çdo çasti të rëndësishëm të jetës së tij. Sytë e Artanit ishin të mbushur me shqetësim, por edhe me besim. Besnik, kam nevojë për ndihmën tënde. Do të jem larg për shumë kohë dhe dua që ti të kujdesesh për Elirën. A mundesh? Besniku ngriti vetullat, pak i hutuar, sepse kjo nuk ishte diçka që priste. Ai e njihte miqësinë e tyre si një miqësi të zakonshme mes burrash që rriteshin së bashku, duke punuar dhe duke qeshur, por përgjegjësia që Artani kërkonte ishte jashtë çdo norme. Të kujdesej për gruan e tij. Ai u ndjej i trazuar, një ndjenjë që nuk e kishte ndjer kur më parë. Artanu, nuk e di, nuk dua të shkel kufit, tha besniku, duke kërkuar fjalë të sakta që nuk gjendeshin. Besnik, ndërhyri Artani, duke i kapur dorën, ti e njeh mirë Elirën. E di se nuk ka askush tjetër që mund ta mbroj dhe ta ndihmoj si ti. Nuk është vetëm përgjegjësi, është besimi im te ty. A mundesh të bësh këtë për mua? Besniku rrëzoi kokën dhe pas disa sekonda sheshtjeje tha: "Po, Artan, por kjo nuk do të jetë e lehtë." Në netët që pasuan, Artani filloi të paketoi gjërat e tij, ndërsa Elira ndjente një trishtim të lehtë. Ajo e kuptonte se ky largim ishte për të ardhmen e tyre, por brenda zemrës i dridhej frika e vetmisë dhe e boshllëkut që do të linte pas. Luan, i vogël, nuk kuptonte saktësisht, por ndjente tensionin në shtëpi. Ai pyeste vazhdimisht: "Kur do të kthehet babi im?" Dita e largimit erdhi shpejt. Artani përqafonte familjen dhe shokun e tij një herë tjetër, duke lënë pas një pjesë të shpirtit të tij në shtëpinë që e kishte ndërtuar me përkushtim. Besniku qëndroi pranë derës së shtëpisë, duke ndjer peshën e fjalëve që Artani i kishte dhënë: "Kujdesu për ta si për jetën tënde." Ditët e para, pa Artanin, ishin të vështira. Elira ndihej e vetmuar dhe e pasigurt. Besniku, nga ana tjetër, po përpiqej të mbante një ekuilibër midis miqësisë dhe përgjegjësisë. Ai vinte çdo ditë për të ndihmuar në punët e shtëpisë, duke u kujdesur për Luanin, duke bërë pazarin dhe duke u siguruar që asgjë nuk mungonte. Por ajo që nuk priste askush ishte se lidhja e tij me Elirën filloi të ndryshonte. Në fillim kishte respekt dhe mirënjohje, por me kalimin e kohës, besniku filloi të ndjente një kujdes dhe një afeksion më të thellë. Ai vëzhgonte mënyrën si Elira fliste me Luanin, si kujdesej për çdo detaj të shtëpisë, si buzëqeshte kur fëmia e bënte të qeshte. Diçka brenda tij u zgjua, një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte dot me fjalë. Elira, nga ana e saj, filloi të vërej për kushtimin dhe durimin e besnikut. Nëse diçka shkonte keq, ai ishte aty, jo si një mik i zakonshëm, por si dikush që e kuptonte në çdo moment. Disa herë, kur rinte i lodhur pas punës, e shihte që besniku kujdesej për gjithçka, duke bërë më shumë se sa një shok mund të bënte. Një ndjenjë e çuditshme filloi të rritet brenda saj, një përzierje respekti, mirënjohje dhe diçka që nuk mund ta quante emër. Një ditë, Luan u sëmur rënd. Besniku u zhyt pa frikë në çdo hap, duke telefonuar doktorët, duke dhënë ilaçe dhe duke qëndruar pranë djalit të vogël natë pas nate. Elira, duke e parë këtë, ndjeu një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar më parë. Një ngrohtësi, një mbështetje që i kalonte fjalët. Ajo kuptoi se nuk ishte vetëm miqësi ajo që i lidhte, por një lidhje e thellë e bazuar në përkujdesje dhe besim. Por kjo ndjenjë e fortë e besnikut nuk ishte e lehtë për t'u menaxhuar. Ai luftonte me veten çdo ditë, duke ditur se kishte marrë një përgjegjësi të shenjtë nga Artani, dhe njëkohësisht ndjente një tërheqje që mund të ndryshonte gjithçka. Çdo buzëqeshje e Elirës, çdo shikim i saj i pafajshëm, i mbushte zemrën me emocion dhe turbullim. Ai nuk mund të pranonte, dhe njëkohësisht nuk mund të mohonte atë që po ndjente. Fshati i vogël nuk e kuptonte kompleksitetin e situatës. Të gjithë shikonin besnikun si mik i familjes, ndihmës i besueshëm dhe një figurë mbështetëse. Askush nuk e dinte për brengat e tij, për netët kur qëndronte zgjuar duke menduar për atë që nuk mund ta thoshte. Elira filloi të vërej ndryshimin tek besniku, por ajo ishte e kujdesshme. Nuk donte të keqkuptonte asgjë, dhe nuk donte që Luan të ndjente tensionin e situatës.
Ajo i mbajti ndjenjat e saj të fshehura, duke falenderuar çdo ditë Zotin që kishte pranë dik kaq të përkushtuar. Kështu kaluan muajt. Për kujdesja e besnikut u bë pjesë e përditshmërisë, një rutinë që nuk mund të thyhej. Ai bëhej pjesë e çdo detaji të jetës së tyre, nga ushqimi tek lodrat, te kujdesi për shtëpinë dhe emocionet e vogla të familjes. Dhe në këtë rrjedhë të përditshme, diçka e paimagjinueshme filloi të ndodhë. Një ndjenjë që filloi si përgjegjësi, ngadalë po transformohej në një lidhje të pasgjishme, një tërheqje të fuqishme dhe të heshtur që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruante. Çdo ditë afronte më shumë, duke krijuar një tension mes besnikërisë ndaj mikut dhe ndjenjave që nuk mund t'i shmangesh. Një situatë që askush nuk e kishte parashikuar dhe që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Ndjesitë e ndaluara dhe e ardhmja e pasigurt. Muajt kaluan me ritëm të ngadalt, por të mbushur me tension të brendshëm. Besniku kishte transformuar çdo ditë në një kujdes të përhershëm ndaj familjes së Artanit, duke u bërë pjesë e pandashme e jetës së tyre. Por sa më shumë që për kujdesi i tij rritej, aq më shumë zemra e tij ndjente një lodhje emocionale. Ai nuk ishte më thjesht një mik. Ai ishte pjesë e shpirtit të kësaj familjeje, dhe kjo e bënte përgjegjësinë edhe më të rëndë. Elira filloi të ndjente një ndryshim në besnik. Ishte diçka delikate, një sensacion që nuk mund ta shpjegonte dot. Ndonjëherë, kur qëndronin bashkë duke bërë pazarin ose duke pastruar shtëpinë, ajo e vështronte dhe ndjente ngrohtësi që i shtrihej në çdo pore të trupit. Nuk ishte vetëm ndihmë e thjeshtë, kishte diçka më të thellë, një përkushtim që tërhiqte shpirtin dhe zemrën. Por ajo e fshehte këtë ndjesi, duke menduar se nuk ishte e drejtë, se ishte ndaluar të ndjente diçka për një tjetër burr përveç Artanit. Një ditë dimri, kur Bora mbulonte fshatin dhe dritat e shtëpive shkëlqenin ngrohtësisht, luan rrasëmur rënd. Temperaturat e larta dhe ethet e rrezikshme e detyruan besnikun të marrë masat më të shpejta. Ai telefonoi doktorin, por të gjithë ishin të zënë për shkak të gripit sezonale që kishte përfshirë fshatin. Pa humbur kohë, besniku e mbajti luanin në gjoks dhe e çoi në spitalin më të afërt, duke përballuar rrugët e akullta dhe të rrezikshme. Elira e ndiqte nga pas, me zemër të ngazëllyer dhe frikë të madhe. Ajo e pa se besniku nuk ishte thjesht i përkushtuar. Ai kishte sakrifikuar çdo gjë për ta mbrojtur djalin e vogël. Në atë moment, ajo ndjeu një ndjesi që e shqetësoi dhe e tronditi njëkohësisht. Një pjesë e saj e kuptonte se zemra e saj po tërhiqej drejt besnikut, ndjenjë që ajo nuk mund ta kontrollonte, pavarësisht përpjekjeve për ta mohuar. Pas atij incidenti, lidhja midis Elirës dhe besnikut filloi të thellohej, por në heshtje. Ata nuk flisnin për ndjenjat e tyre, por veprimet e tyre flisnin më shumë se çdo fjalë. Besniku gjithmonë ishte aty, duke ndihmuar Elirën në çdo situatë të mundshme, duke u kujdesur për luanin me një dashuri që nuk kishte nevojë për shpjegim. Ai bëhej gjithçka që një mik mund të bëjë, por ndjenjat e tij ishin gjithnjë më të thella dhe më të rrezikshme. Një mbrëmje, kur fshati ishte i qetë dhe borëmbulimi i shkëlqente në dritat e rrugëve, Elira dhe besniku qëndronin pranë oxhakut në shtëpinë e tyre. Zjarri shpërndante ngrohtësi dhe heshtja mbushte dhomën. Në atë heshtje, një tension i padukshëm por i fuqishëm u ndje midis tyre. Elira filloi besniku, por heshti, duke menduar se çdo fjalë mund të ishte e gabuar. Besnik, nuk duhet të ndjejmë, u përgjigj ajo, duke ndjerë zërin e saj të dridhur. Ai e kapi dorën dhe tha, e di, por ndonjëherë zemra nuk pyet për ligje apo moral. Ajo thjesht ndjen. Elira e tërhoqi dorën, e di se çdo fjalë e tij ishte e vërtetë. Ajo ndjeu një ngrohtësi që i përshkonte shpirtin, por njëkohësisht ndjeu frikë dhe faj. Ajo e dinte se Artani ishte larg për arsye të mirës, dhe ajo nuk mund të lejonte që ndjenjat të thyente besimin dhe përgjegjësinë që kishin ndaj tij. Por ndjenjat nuk ndalen aq lehtë. Ditët kaluan, dhe çdo ndihmë e besnikut, çdo buzëqeshje, çdo shikim i ngrohtë, i shtonte tensionit që po rriti ngadalë, por pa ndal. Një pasditë pranverore, kur lulet filluan të qelin dhe dielli i ngrohtë përkëdhelte luginën, Elira e pa besnikun duke punuar në kopsh, duke pastruar dhe rregulluar çdo detaj. Ajo ndjeu një ndjenjë të pazakontë mirënjohjeje dhe afeksioni. Zemra e saj rrite më shpejt kur ai i buzëqeshte. Në mes të atij pranverimi, Luani filloi të kuptonte se besniku ishte më shumë se një mik i familjes. Ai e donte dhe e respektonte si një figurë të dytë prindërore. Fëmia shpesh i rinte pranë, duke puthur në faqe dhe duke qeshur, dhe kjo e bënte besnikun të ndjehej i lumtur dhe i përgjegjshëm njëkohësisht. Por, një pjesë e tij gjithmonë e dinte se ajo lumturi kishte një çmim. Ndjenjat që po rriteshin për Elirën. Një ditë, ndërsa rrinin pranë lumit që kalonte afër fshatit,
Elira dhe besniku ndan një moment të heshtur. U ulën mbi një grop të mbushur me barë, dhe dielli I pasdites shpërndante dritë të artë mbi fytyrat e tyre. Elira, tha besniku, duke e parë drejt në sy, kjo situatë është e paimagjinueshme, por nuk mund të mohoj atë që ndjej. Ajo u dridh, duke ndjen ngrohtësinë që I rrithe nga çdo fjalë. Besnik, unë nuk dua të gaboj. Zemra ime është ndarë mes dashurisë për Artanin dhe respektit për ty. Nuk mund ta pranoj këtë. Besniku e mori dorën e saj dhe mbajti fort, pa fjalë, duke lejuar që heshtja të fliste për ta. Ai e kuptonte frikën e saj, por gjithashtu dinte se ndjenjat e tyre ishin të pakontrollueshme. Një ndjesje e thellë dhe ndaluar po rritej, dhe askush nuk mund ta ndalte. Ditët shkuan duke sjellë sfida të reja. Punët e përditshme nuk ndryshuan, por tensioni dhe ndjesitë e fshehura filluan të ndikojnë në çdo gjest, çdo fjalë, çdo shikim. Fshati vazhdonte të shihte besnikun si një mik të jashtëzakonshëm, ndërsa Elira vazhdonte të përpiqej të mbahej e kujdesshme, por zemra e saj po flinte dhe po ndjente. Një pasditë e vere, një ngjarje e papritur do të ndryshonte gjithçka. Luani rrëmbeu një lëndin të egër, duke kërkuar një zog të lënduar. Ai u largua nga sytë e Elirës dhe u ngjit mbi një shkëmb të rrezikshëm. Besniku, pa menduar dy herë, vrapoi dhe e shpëtoi në momentin e fundit, duke rrezikuar jetën e tij. Elira e pa këtë dhe ndjeu një shpërthim emocionesh. Ajo kuptoi se besniku nuk ishte thjesht I përkushtuar, por do të bënte çdo gjë për ta mbrojtur familjen e saj. Një përzierje frike, mirënjohje dhe ndjesie të ndaluar mbushi zemrën e saj. Në atë moment, ajo e kuptoi se ndjenjat e saj për besnikun ishin të vërteta, pavarësisht se sa e komplikuar ishte situata. Në këtë pikë, ndjenjat dhe përgjegjësitë janë në kulmin e tyre. Besniku dhe Elira e ndjen lidhjen e fortë midis tyre, por ata përballen me moralin, respektin dhe pasigurinë e ardhshme. Kthimi I papritur dhe dilema e pakapërcyeshme. Disa vite kaluan që nga largimi I Artanit. Ai kishte punuar pa pushim në një vend të largët, duke dërguar para dhe duke u siguruar që familja e tij të mos ndjente mungesë. Por çdo ditë që kalonte larg, besniku bëhej gjithnjë më shumë pjesë e jetës së tyre, dhe lidhja e heshtur me Elirën bëhej gjithnjë më e fuqishme. Elira, ndonse ndar nga ndjenja e saj dhe besnik ndaj burrit të saj, nuk mund të mohonin emocionet që rriteshin çdo ditë. Çdo shikim, çdo buzëqeshje, çdo prekje e vogël nga besniku e bëri atë të ndjente një lidhje që nuk kishte për të mundur ta shpjegonte. Luan, I rritur pak më shumë, e shikonte besnikun si një figurë të dashur, të fuqishme dhe të pakapërcyeshme. Një mëngjes të qetë vere, kur dielli I fortë shpërndante rrezet e tij mbi fshat dhe zogj këndonin në çdo cep, lajmi u përhap papritur. Artani po kthehej. Elira ndjeu një trazim të menjëhershëm. Zemra I rrihte fort, një përzierje e frikës, gëzimit dhe ankthit. Ajo e dinte se kthimi I tij do të ndryshonte gjithçka. Besniku, I cili kishte ndjerë të njëjtat ndjenja të ndaluara, qëndroi I heshtur dhe I tensionuar. Ai dinte se momenti I vërtet po afronte, dhe çdo sekond që kalonte shtonte peshën e dilemës që do të duhej të përballonte. Kur Artani mbërriti në fshat, gjithçka dukej normale në sipërfaqe. Ai përqafonte gruan dhe djalin, duke qeshur dhe duke ndjerë gëzim, por pas gëzimit të jashtëm fshihej një dyshim. Ai e pa vështrimin e Elirës dhe ndjeu një ndjesi të çuditshme, një ndryshim të vogël që nuk mund ta shpjegonte. Besniku, nga ana tjetër, qëndronte pranë, duke u përpjekur të ruante një qetësi të jashtme, por zemra e tij po rrihte fort dhe çdo frymë që merrte ishte mbushur me tension. Ditët e para të Artanit në shtëpi ishin të mbushura me ngazëllim dhe detyra të zakonshme. Të rikthente marrëdhëniet, të bënte plane për familjen dhe të ndjente se gjithçka ishte në vendin e vet. Por një ngjarje e vogël, një shikim I gjatë midis besnikut dhe Elirës, e bëri atë të ndjente se diçka nuk shkonte. Ai nuk dinte çfarë, por instinkti I tij nuk e gënjente kurrë. Një mbrëmje, ndërsa familja rrinte pranë xhakut, Artani pyeti për rutinën e ditës. Si ka shkuar gjithçka pa mua? Pyeti ai, duke u përpjekur të qëndronte I qetë, por një dridhje e lehtë në zërin e tij nuk mund të fshihej. Elira u përpoq të qetësohej dhe tha: "Të gjitha janë mirë. Besniku ka ndihmuar shumë. Gjithçka ka qenë në rregull." Besniku u përkul paksa, duke mos ditur çfarë të thoshte. Ai ndjente një tension të brendshëm, duke e ditur se çdo fjalë dhe çdo veprim mund të interpretohej ndryshe. Ai ishte mbështetje, por ndjenja e tij për Elirën ishte më e thellë se çdo gjë që mund të pranohej publikisht. Ditët kaluan dhe situata u bë gjithnjë më e ndërlikuar. Artani filloi të vërej afeksionin e ngrohtë midis besnikut dhe Elirës, dhe ndonse ai nuk mund ta quante dot me fjalë, një shqetësim I lehtë filloi të rritet brenda tij.
Ai kuptonte gjestet e vogla, shikimet e gjatë dhe kohën që ata kalonin së bashku. Një pasdite, gjatë një shëtitjeje pranë lumit, Artani pyeti me një zë të heshtur: "Ju dukeni shumë të afërt kohët e fundit. Çfarë po ndodh këtu?" Besniku, i ndjeri tensionuar, e përshkroi situatën me fjalë të kujdesshme. "Asgjë që nuk do t'ju shqetësoj, Artan. Unë thjesht kujdesem për familjen tuaj si mik i vjetër." Por zemra e Artanit nuk ndjente bindje të plotë. Ai e ndjente tensionin, ndjenjat e padeklaruara që lëviznin në ajër, dhe filloi të shqyrtoi çdo detaj të situatës. Ai e kuptoi se koha dhe largësia kishin ndryshuar gjithçka, dhe se besniku kishte bërë më shumë se sa që ndonjë mik mund të bënte. Një natë, pas një feste të vogël për rikthimin e tij, Artani u zgjua nga zhurma e dhomës së gjumit të Luani, ku dëgjoi një bisedë të lehtë midis Elirës dhe besnikut. Ai e kuptoi gjithçka pa dëshiruar, ndjenjat e ndaluara, kujdesin që kalonte çdo kufi, dhe lidhjen që kishte marrë formë gjatë viteve. Tronditja ishte e madhe. Artani u tërhoq pa thënë asgjë, duke ndjerë një kombinim zemërimi, trishtimi dhe tradhtie. Ai e kuptoi që situata ishte komplekse, dhe se çdo veprim do të kishte pasoja të pashmangshme. Në mëngjes, Artani vendosi të fliste me të dyve. "Ne duhet të flasim hapur," tha ai, zëri i tij i ngurtë, por i mbushur me emocion. "Unë e shoh lidhjen tuaj, dhe nuk mund të injoroj atë që është zhvilluar këtu." Elira, me lot në sy, e pranoi realitetin. "Artan, unë nuk e dija si të kontrolloja ndjenjat e mia, por gjithçka që ndodhi ishte jashtë vullnetit tim." Besniku e pa Artanin dhe tha me respekt dhe dëmshuri: "Artan, gjithçka që kam bërë ka qenë nga respekti dhe dashuria për familjen tënde. Por ndjenjat që kemi janë të vërteta dhe të pakontrollueshme. Nuk kemi dashur të lëndojmë." Artani qëndroi i heshtur, duke menduar për çdo moment, për çdo ndjenjë, për çdo vendim që kishte marrë. Zemra e tij ishte e thyer, por mendja e tij kërkonte një zgjidhje. Ai e kuptoi që situata ishte e jashtëzakonshme, dhe se të gjithë do të duhej të merrnin vendime të vështira. Në këtë pikë, ngjarjet arrin kulmin. Ndjenjat janë zbuluar, dilema morale është e pamohueshme, dhe secili person duhet të vendosë për të ardhmen. Fundi i paimagjinueshëm dhe vendimet e zemrës. Pas asaj bisedë të gjatë dhe të tensionuar me Artanin, Elira dhe besniku ndjen një peshë të madhe mbi shpinë. Zemrat e tyre ishin të ngarkuara me emocione, por mendja kërkonte një rrugdalje. Ata e dinin se çdo veprim që do të ndërmerrnin mund të ndryshonte fatin e familjes përgjithmonë. Artani qëndroi disa ditë duke vëzhguar situatën, duke u përpjekur të kuptonte çdo gjest, çdo shikim dhe çdo fjalë të thënë mes besnikut dhe Elirës. Ai e dinte se ndjenja kishte lindur në mungesën e tij, por gjithashtu ndjente se kjo nuk ishte një tradhje e qartë. Ishte një ndjenjë e lindur nga kujdesi, respekti dhe ngrohtësia që besniku kishte dhënë për familjen e tij. Një mëngjes, kur dielli i verës shpërndante rrezet e tij mbi fshat dhe zogj këndonin si çdo ditë, Artani mori vendimin më të vështirë në jetën e tij. Ai i thiri të dy dhe tha me një zë të qetë, por të vendosur: "Unë e shoh gjithçka. Kam parë dashurinë tuaj, kujdesin dhe ndjenjat që keni zhvilluar. Nuk mund të them se kjo është e lehtë për të gjithë ne, por nuk dua që dikush të lëndohet më shumë. Ju dua të dy, dhe dua që çdo vendim të merret me zemër të qetë dhe me ndeshmëri." Elira, me lot në sy, e kuptoi rëndësinë e situatës. Ajo e dinte se secili nga ata kishte sakrifikuar shumë. Artani duke punuar në emigrim, besniku duke u bërë mbështetës i familjes dhe duke rrezikuar ndjenjat e tij, dhe ajo vetë duke luftuar me emocionet e saj. Pas disa ditësh reflektimi, një vendim u mor. Artani vendosi të vazhdonte të punonte larg vendit, duke siguruar që familja të kishte të ardhme, por duke i dhënë lirim besnikut dhe Elirës të vendosnin vetë për ndjenjat e tyre. Ai i kuptoi ndjenjat e tyre, dhe ndonë se dhimbja ishte e madhe, besimi dhe dashuria e bën atë të pranonte realitetin. Besniku dhe Elira, të liruar nga pesha e fshehtë e ndjenjave, filluan një kapitull të ri. Ata nuk e fshehën më dashurinë që kishin për njëri tjetrin, por gjithçka u bë me respekt dhe kujdes për të ardhmen e Luani. Ata kuptuan se dashuria e vërtet nuk është vetëm pasion, është kujdes, përkushtim dhe aftësia për të sakrifikuar për të mirën e të tjerëve. Muajt kaluan, dhe fshati filloi të shihte ndryshimin në shtëpinë e tyre. Luan rritej i lumtur, duke e pasur pranë një nënë dhe një figurë mashkullore që e donin me gjithë zemër. Besniku dhe Elira krijuan një lidhje të fortë dhe të hapur, ku respekti dhe ndeshmëria ishin gurët e themeleve. Një ditë, kur Artani vizitoi përsëri, ai pa lumturinë e familjes dhe ndjeu një paqe të brendshme. Ai e kuptoi se dashuria mund të marrë forma të ndryshme, dhe se shpesh sakrifica dhe besimi janë më të fuqishme se pasioni.
Ai i përqafoi të dy dhe tha: "Unë jam krenar për ju." Kjo është dashuria në formën më të pastër, respekt, kujdes dhe besim. Lumturi e vërtet nuk vjen gjithmonë nga ajo që imagjinojmë, por nga ajo që zgjedhim të ruajmë dhe të çmojmë. Në këtë moment, besniku dhe Elira kuptuan se e paimagjinueshmja kishte ndodhur. Ndjenja e tyre ishte e fuqishme, por respekti për Artanin dhe për jetën e tyre nuk kishte humbur. Ata kishin gjetur një mënyrë për të jetuar dashurinë dhe përgjegjësinë në harmoni. Historia e tyre u bë një mësim i fuqishëm për fshatin. Dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë, ndonjëherë kërkon sakrificë, durim dhe besim, por kur trajtohet me ndershmëri dhe respekt, ajo mund të lulëzojë edhe në situata që duket se janë të pamundura. Në fund, 3 jetët u bashkuan në një harmoni të re, një dashuri që filloi nga përgjegjësia, u rrit në respekt dhe u kthye në lumturi. Ata kuptuan se shpesh e paimagjinueshmja mund të sjellë mrekulli, nëse njerëzit janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe të kuptojnë njëri tjetrin. Fund.